Produksioni M7 ju paraqet Te porta e xhenetit. Përshkrimi i xhenetit, hauzi i profetit sallallahu alaihi wasallam dhe peshimi i veprave. Shumë në Kur'anin famëlar thot, e xheneti u afrohet atyre që ishin të devotshëm. Ash-Shuara 90. I mëdhëshëm Kur'an. Atëherë, kur shkopi Musait i gëlltiti, magjistarët u hodhën në sejdë e thanë, ne i besuam Zotit të Harunit dhe të Musait. Ai faraoni tha, a i besuat atij para se t'u jap unë leje? Ai Musai është prijes i juaj, i cili ju mësoi magjin, unë do t'u apres duart e këmbët tërthorazi e t'u varë në trungujt e hurmave. E atëherë ju do ta kuptoni se cili prej nesh ka dënim më të ashpër e më të vazhdueshëm. Taha 70-71. Kurse në surën Shuara, këta magjistar dëshmuan. Ai faraoni tha, i besuat atij para se t'ju lejoja unë? S'ka dyshim se ai Musai është prijesi juaj që u mësoi juve magjin. E keni për ta marrë vesh më vonë. Unë do t'ua shkurtoj, do t'ua prej duar dhe këmbët tuaja të anës së kundërt, dhe që të gjithëve do t'ju kushdoj. Ata magjistarët thanë, s'ka rëndësi, ne kthehemi Zotit ton, me që ne jemi besimtarët e parë, shpresojmë se Zoti ynë do t'na i falë mëkatet tona. Ash-Shuara 49-51. Nëse Zoti sheh një përgatitje dhe dëshirë për fenë në zemrën tënde, ai e ndryshon edhe e bën atë që ta pranoj të vërtetën disa qaste. Ajo për cilën kemi nevojë në këtë botë është siguria, të cilën na e ka dhënë Allahu i Madhërisëm, kur thotë: Pra, le ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie, i cili u ushqeu pasurisë dhe i siguroi prej çdo frike. El-Kurejsh 3-4. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: Kush ndihet i sigurt në shtëpinë e tij, me trup të shëndetshëm dhe ka ushqim e një dite, sikur i është dhuruar dunjaja me të mirat e saj. Por, ndonjëherë ne sprovohemi nga siguria e jetës dhe qetësia. Dhe kjo zakonisht ndodh kur njerëzit shkelin dhe shpërfillin urdhat e Zotit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam rreth bukurive të xhenetit. 1 metër brenda tij.
të shohësh dhe të shijosh shumë bukuri të xhenetit. Thot Zoti në një hadith kutsi: kam përgatitur për robërit e mi të ndershëm gjëra që syri nuk i ka parë, veshi nuk i ka dëgjuar dhe as në mendje nuk i ka shkuar kujt. Sërish në Kur'an thot: Elif Lam Mim. Ky është libri që nuk ka dyshim në të, sepse është prej Allahut. Është udhëzues për ata që janë devotshëm, cilët e besojnë të fshehtën, e kryejnë faljen, namazin, dhe prej saj që ne u kemi dhënë, ata japin zeqat, sadaka. Dhe ata cilët besojnë në atë që t'u shpall ty, dhe në atë që janë shpallur para teje, dhe që janë bindur plotësisht për jetën e ardhshme në botën tjetër, ahiretin. Al-Baqara 1:4. E fjalët: të tillët janë të udhëzuar nga Zoti i tyre dhe vetëm ata janë të shpëtuarit. Al-Baqara
5. Anë thot, a nuk ta hapëm në gjoksin tënd, dhe ne hoqëm prej te barën tënde, e cila shtyp të shpinën tënde, dhe ne ta ngritëm lartë famën tënde. E pa dyshim se pas vështirësis është lehtësimi, vërtet pas vështirësis vjen lehtësimi. Al-Inshirah 1:6. Por Ebu Gjehli, nga errësirat ku ishte zhytur, nuk mund ta shihte dritën me cilën e kishte nderuar Zoti i Madhërisëm profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për këtë, Allahu i Madhërisëm shpalli surën Kauther si përgjigje ndaj akuzave dhe ofendimeve të jo besimtarëve. Allahu i Madhërisëm në këtë sure thot: "Ne vërtet të dham ty shumë të mira, andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd. E s'ka dyshim se urrejtësi yt është farsosur." El-Kauther 1:3. Hauzi Kauther, cilën Zoti ja ka dhuruar profetit sallallahu alaihi wasallam, mund të jetë një lum nga i cili besimtarët do të pinë ujë ditën e Kiametit. Dietarët thonë se muslimanët do të pinë ujë nga hauzi Kauther para se të kalojnë urën e Siratit. Ata që do të kenë fatin të pinë ujë nga ky hauz do të zgjidhen nga vetë profeti sallallahu alaihi wasallam. Ata do të jenë njerëzit që e kanë dashur profetin sallallahu alaihi wasallam dhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam i ka dashur ata. Dhe duke i dashur profeti sallallahu alaihi wasallam i do edhe vetë Allahu i Madhërisëm. Këta njerëz janë ata që kanë respektuar ligjet dhe normat islame. Thot Zoti në një hadith kutsi: "Betohem në madhështinë dhe krenarinë time. Nëse do të vi nga gjithë dyert duke dashur të hapen, nuk do hapen derisa të vinë pas teje, o Muhammed."
dhe do t'u dalin në shesh këqia që i kanë punuar dhe i përfshin ato ajo me cilën taleshin. Zumer 48. Disa dietarë mendojnë se çdo njeri do të ketë nga një peshore tek e cila do t'i peshohen veprat e tij të mira dhe të këqija. Ndërkohë që dietarë tjerë mendojnë se peshora do të jetë një për gjithë dhe kjo është peshora e drejtësisë absolute. Allahu i Madhërisht Kur'an thot: në ditën e gjykimit ne do të vëmë peshoja të drejta, askujt nuk i bëhet e padrejt asgjë. Edhe nëse është vepra sa pesha një kokre të melit, ne do ta sjellëm atë. E mjafton që ne jemi llogaritës. El-Anbiya 47. Çdo njeri a ditë do t'i dorëzojë regjistrin e veprave me lekut që ndodhet pranë peshores, dhe më njëherë do të vendosen veprat e mira në njërin krah dhe të këqijat në krahun tjetër. Disa dietarë mendojnë se do të jetë vetë njeriu ai që do t'i vendosë veprat e tij në peshore. Ndërkohë që njeriu vendos veprat e tij mbi peshore, parasyve do t'i kalojë e gjithë jeta e tij në dunjë. Kësaj dite, Zoti në Kur'an thot: ditën kur çdo njeri e gjen pranë vete atë që veproi, mirë ose keq. E për atë keqi që bëri, do të dëshiroj që në mes tij dhe në mes të asaj të jetë një distancë shumë e madhe, mos ta shoh. Allahu jep të friksohen prej dënimit që vjen prej tij, megjithë që Allahu është i mëshirshëm dhe robërve. Ali Imran 30. Nëse veprat e mira dikujt do të jenë më shumë se të këqijat, meleku që qëndron pranë peshores do të therras aq sa ta dëgjojnë gjithë. I shpëtuar dhe i lumtur është filani. Ai kur nuk do të shoh vuajtje pas saj dite. Shko te hauzi i profetit sallallahu alaihi wasallam dhe pi ujë prej tij. Ndërkohë se veprat e liga dikujt do të jenë më të shumta, meleku do të therras: i humbur është filani, biri i filanit. Ai nuk do të shoh ditë të hajrit. Ky person do thot: a më lejoni të kërkoj nga njerëzit e afërt qoftë një vepër të mirë? Kjo, pasi një vepër të mirë, ai do të ndëshkohet në zjarr. Allahu i Madhërisht në Kur'an thot: sa e përket atij që jep dhe ruhet dhe vërteton bindshëm për më të mirën, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. E sa e përket atij që bën kooperaci dhe ndjen veten të pavarur nga Zoti dhe që përgënjeshtron atë më të mirën, ne do ta përgatisim për më të vështirën. El-Lejl 50. Pas i jepet leje për këtë, ai niset dhe shtrin dorën te njerëzit e tij më të afër dhe dashur. Kështu ai niset fillimisht te babai i tij, por do të befasohet nga përgjigja, pasi babai do i thot: vetja ime, vetja ime. I dëshpëruar do shkojë te ëma, por edhe ajo do t'i përgjigjet: vetja ime, vetja ime. Allahu i Madhërisht në Kur'an thot duke përshkruar këtë moment: a dit njeriu ikën prej vëllait vet, prej nënës dhe prej babait vet, prej gruas dhe prej fëmijëve të vet, a dit secilit njeri mjafton çështja e vet. Abese 34-37. Duke parë se askush nuk i dha qoftë edhe një të mirë, kërkon melekëve që të hidhet në anë e veprave të mira me shpresë do e shtoj peshën e tyre. Thot Ibn Qayyim rreth kësaj: do të hidhet, por nuk peshon asa një krah mushkonje. Allahu i Madhërisht në Kur'an thot: dhe në ditën e gjykimit atyre nuk do t'u japim kurfar vlere. El-Kahf 105.